Misia është një nga dhuratat më të mëdha në jetë, edhe ndërsa është shumë bukur që të argëtohesh me misht, në fakt testi i misis tregohet aty ku ti je në një situatë vështirë, kur ke hall dhe kur ke nevojë për mikun tënd që ta therrasësh dhe për një besnikëri të përjetshme në misi. Mund të përshtateni tek të lindurit në këto muaj që unë do përmend tani. Të lindurit në muajin maj janë ata që kanë një dashuri shumë të madhe për miqtë e tyre dhe kanë të vërtet atë dashurinë që kanë për miqtë, përdorin forcën dhe qëndrueshmërinë e tyre për të mbrojtur njerëzit që kanë xhan dhe që kanë afër zemrës. Nëse ju keni nevojë për lek, keni nevojë për një mbështetje emocionale në një situatë vështirë, keni nevojë për një makinë për t'ju çuar diku në një vend, miku juaj i lindur në muaj maj do të jetë aty për hallin tuaj. Megjithatë, keni parasysh që individët e lindur në muajin maj nuk janë të pakujdesshëm, kështu që ata do të shfaqen në vështirësi për ju, por nuk do të sakrifikojnë atë mirëqeninë e tyre për të mirën e dikujt tjetër, le të themi. Të lindurit në muajin Gusht është grupimi i dytë. Këta janë individë që i japin shumë rëndësi marrëdhënieve të tyre personale, janë shumë të shpejtë për të ndihmuar një mik që është në vështirësi, janë shumë mbrojtës nga natyra dhe nuk kanë problem për t'u përballur me situata toksike, me trajtime në mënyrë të njerëzore apo me ngacmime që i ndodh një miku të tyre të afërt. Kur kërcënoheni për shembull nga një i dashur, nga një shef, nga një koleg, miku juaj i lindur në muajin gusht është gati që të vi menjëherë me thirrjen e parë tuajën edhe të përballet me këta njerëz që po ju ndërhyjnë në jetën tuaj edhe po ju shqetësojnë. Kështu që do të keni gjithmonë një krah të djathtë edhe nuk do t'jeni asnjëherë vetëm me një mik të lindur në muajin gusht. Grupimi i tretë dhe i fundit janë të lindurit në muajin nëntor. Këta janë mbrojtës të zjarrt të atyre që duan dhe kur ndjejnë që një mik është në vështirësi nuk hezitojnë që të vinë edhe ti shpëtojnë si supermeni. Dhe jo vetëm që do të gjejnë mënyra për t'u ngushëlluar, por gjithashtu do të sigurojnë që mos ta gjeni vetëm përsëri në të njëjtën situatë. Pra, mos të përjetoni sërish të njëjtën gjë. Dhe gjithashtu nuk kam frikë edhe që të thonë disa të vërteta të ashpra kur keni nevojë për një ndershmëri apo për disa fjalë brutale, më shumë se sa për ngushëllim. Është si thjesht mënyra e tyre për të shprehur dashurinë kjo.